Në teren, mos të gazetarë dalin shumë shpesh, po politikantë ose politikë bërësit në Kosovë nuk dalin në teren e po. Çka duhet ta ceku që besoj që i keni përcjell edhe mediat edhe listën sërbe që shumicën e premtimeve që ja kanë bërë qytetarëve të komunitetit sërb që i kanë ftu për votim nuk i kanë bërë me parashikimet e buxhetit të Republikës së Kosovës, po me parashikimet e buxhetit të Republikës së Serbisë që janë shumë fish më të mëdha se sa që i kemi ne për shembull si komunë Mitrovicë së Veriut, ku i kemi dikun afër 7 milionë ose 6 milionë diçka, edhe ndërsa qindra miliona vinë nga Serbia ku premtohen vende pune, zhvillim edhe këto. Domthonë, kjo është kërkesa e qytetarëve të Mitrovicës së Veriut e jo vetëm, që edhe në bazë të marrëveshjes çdo fond që vjen nga Serbia duhet të monitorohet nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe nga institucionet tona që besoj deri tash nuk ka ndodhur. Nuk e di e keni po vetëm në këto zgjedhje, domethënë njëri nga ish ministrat e komunitetit sërb ose të listës sërbe po hej domethënë me gojë vet, ku tha brenda 12 muajve lista sërbe i ka marrë në Kosovë 152 shtëpia brenda 12 muajve. Edhe ato, domethënë i ka kryer 152 shtëpia komplet, edhe 127 që ka jap material për ndërtim. Këto asnjë medium nuk e ka shpërndar. Ndërsa janë marrë 40 shtëpia që tash në Mitrovicë së Veriut kanë ardhur ministra, zëvendës ministra, këshilltar me tupana aty, edhe pa filluar qytetarët me banuar për ato. Domethënë, vaj shprehje, na jemi të bë filma e nuk jem të e pa realitetin si duhet. 27 vjet me jetu shumica e qytetarëve të një qyteti, refugjat në qytetin e vet, nuk është normale kërkon botë. Kjo është ajo thirrja që duhet më bë institucionet tona qendrore, çfarëdo qeverie që të vjen, të bëjë një strategji për integrimin në Veriut, për zhvillim ekonomik të Veriut. Nuk është normale tani 26 vjet që të kesh, mos thon vetëm 98-99 Mitrovica e Veriut i ka pas dikon 24.000 qytetarë të komunitetit shqiptar. Tash janë vetëm 4.000. Ku janë qëta qytetarë? Une para lufte familja emi ka pas 8 antarë, sot jena 22 antarë. Në vend që mu shumu këj numër, ne kemi ra për 24.000 qytetarëve të komunitetit shqiptar në Mitrovicën e Veriut në 4.000. Kjo është mos punë e institucionet tona. Edhe as Emiri, as Betimi, as Skenderi, as aj tjetëri nuk mund me basi asamble kur gjë, në qoftë se nuk bon një strategji qeverit tona që nuk e kam bo deri tash për integrimin e Veriut. E qartë, ju falenderoj shumë, Osman.